A e dini se urthi, kjo pimë që shumë prej nesh e njohim si kacavirëse zbukuruese, është përdorur tradicionalisht për shqetësime të aparatit të frymarrjes, për disa dhimbje nervore dhe reumatizmale? Në literaturën tradicionale përmenden përdorime të tij dhe për spazma bronkiale, shiatik dhe dhimbje të ndryshme muskulore dhe nervore. Por kujdes, urthi nuk është një bimë për të përdorur në mënyrë të pakontrolluar, sepse gjethet dhe sidomos frutat përmbajnë substanca që mund të jenë toksike në sasi të caktuara. Sot do t'ju tregoj si ta dalloni urthin, ku rritet, çfarë përmban, cilat janë përdorimet tradicionale të tij dhe pse duhet të kemi kujdes me përdorimin e kësaj bime. Emri botanik i urthit është Hedera helix dhe bën pjesë në familjen Erilaceae. Është bimë shumë vjeçare dhe kacavirëse, e cila mund të zhvillohet në vende me hije, në pyje, mbi shkëmbinj dhe mure. Për shkak të gjelbërimit të përhershëm, është kultivuar edhe si bimë zbukuruese. Një nga veçoritë më të bukura të urthit janë gjethet. Ato janë të këmbyra dhe mund të kenë forma të ndryshme, shpesh me lobe dhe me ngjyrë të gjelbër. Kur e shohim duke u ngjitur në një mur apo pemë, mund ta dallojmë shumë lehtë nga mënyra karakteristike e rritjes. Lulet janë të vogla dhe me ngjyrë të gjelbër, ato mblidhen në tufëza në formë ombrellash dhe shfaqen zakonisht në vjesht rreth muajve shtator dhe tetor. Pas lulëzimit formohen fruta të vegjël, të cilat marrin ngjyrë të errët zakonisht në të zezë kur piqen. Por çfarë përmban urthi? Në literaturën e bimëve mjekësore përmenden ndër përbërësit e tij saponinat, ndër të cilat edhe substancat të lidhura me hederinën. Sasia dhe përbërja e substancave aktive mund të ndryshojnë në varësi të pjesës së bimës dhe kushteve kur ajo është rritur. Pikërisht këto substanca kanë bërë që urthi të jetë përdorur tradicionalisht në mënyra të ndryshme. Në literaturën tradicionale përmenden përdorime të gjetheve në lidhje me aparatin e frymarrjes, përfshirë spazmat bronkiale, si dhe përdorime kundër disa dhimbjeve nervore dhe muskulare. Përmenden gjithashtu përdorime tradicionale në shqetësime të tilla, si dhimbjet reumatizmale, shiatiku dhe dhimbje të tjera të karakterit nervor. Në përdorimin e jashtëm, literatura përmend përgatitje me gjethe ose pjesë të tjera të bimës në formë banjash dhe llapash, të përdorura tradicionalisht për dhimbje të ndryshme dhe disa probleme të lëkurës. Në disa burime të vjetra përmendet edhe përdorimi i frutave të urthit në përgatitje të ndryshme për disa shqetësime nervore dhe të tjera. Pra, siç e shikoni, urthi nuk është thjesht ajo bimë që ngjitet pas murit dhe e gjelbëron atë. Por këtu duhet të ndalemi te një gjë shumë e rëndësishme. Hedera helix nuk është një bimë që duhet ta përdorim vetë në shtëpi duke kopjuar recetat e vjetra. Gjethet dhe sidomos frutat përmbajnë substanca që mund të jenë të dëmshme në sasi të caktuara. Marrja nga goja mund të shkaktojë shqetësime dhe helmim, ndaj përdorimi i saj medicinal duhet të bëhet vetëm me këshill profesionale dhe me preparate të përshtatshme. Edhe pse në literaturën e vjetër gjenden receta për çajra, përgatitje me fruta apo përdorime të jashtme, këto nuk duhet të konsiderohen receta për të provuar në shtëpi. Kjo është edhe një nga arsyet pse është kaq e rëndësishme të njohim jo vetëm vetitë që i atribuohen një bime, por edhe mënyrën e sigurt të përdorimit të saj. Në natyrë, urthi ka edhe një rol të rëndësishëm. Lulet e tij në vjesht mund të shërbejnë si burim ushqimi për insekte, ndërsa frutat e tij mund të përdoren nga disa shpendë. Pra, kur ta shihni herën tjetër, duke u ngjitur në një mur, në një pemë apo në një shkëmb, mos e shikoni thjesht si një bimë të zakonshme. Shikoni gjethet karakteristike, lulet e vogla të gjelbra dhe frutat e errta që shfaqen më vonë. Ky është urthi Hedera helix.
një bim e njohur, e bukur dhe me një histori të gjatë përdorimi tradicionale. Dhe një këshill shumë e rëndësishme: mos përdorni gjethe apo fruta të urthit për përgatitje mjekësore pa u këshilluar me një profesionist. Nëse ju pëlqejnë videot për bimët që rriten rreth nesh dhe dëshironi të njihni më mirë vlerat, përdorimet tradicionale dhe veçoritë e tyre, ndiqni Baçen Magjike. Shkruani në komente: a e njihnit urthin dhe a e keni parë të rritet në zonën tuaj? Nëse po, më shkruani në komente se si e quani ju në zonën tuaj. Mos harro të bësh like dhe shtyp butonin zile për të mos humbur videot e radhës të kanalit Baçja Magjike. Faleminderit që jeni me mua dhe më ndiqni.